Të dielën e 22 marsit do të luhen 5 nga 6 ndeshjet e javës së 28 të kampionatit të kategorisë së parë në futboll. Burreli do të presë në shtëpi ekipin e Pogradecit, i cili aktualisht mban vendin e 3 në tabelën klasifikuese të kategorisë së parë. Ndeshja pritet të jetë e vështirë për skuadrën e drejtuar nga tekniku Samuel Nikaj, pas humbjes së thellë të pësuar në mesjavë në ndeshjen në transfer ndaj Kastriotit të Krujës. Në këtë takim, matjanët u mundur me rezultatin 5-2, duke i dhënë një goditje të fortë morale skuadrës së Burrelit, e cila në javët e fundit nuk ka qenë në nivelin e duhur, me shumë barazime dhe humbje. Edhe ndeshja e nesërme pritet të jetë e vështirë, ku përballë do të kenë një Pogradec që synon të kalojë direkt në kategorinë superiore. Ndeshja e fundit mes këtyre skuadrave luajtur në Burrel me 7 nëntor të vitit të kaluar përfundoi me fitoren e matjanëve me rezultatin 2-0, por si duket do të jetë e vështirë për të ndodhur në ndeshjen e nesërme. Me 15 shkurt të këtij viti, ndeshja e luajtur në Pogradec mes dy ekipeve përfundoi me fitoren e liçenorëve me rezultatin 2-0. Ndeshjet e tjera që do të luhen nesër janë Kastrioti Kukësi, Iliria Laçi, Besa Skënderbeu dhe Korabi Luftëtari. Takimi mes Apolonisë dhe Lushnjës u zhvillua sot dhe përfundoi me rezultatin 0-0.